Përshëndetje dhe sot kemi përgatitur një recetë tepër të mirë të sheshme, iftar, tepër i mirë për veti ose për mysafir. Fillojmë me përgatit këto receta. Po fillojmë dhe po e përgatisim recetën e parë dhe kështu në tigan po hedhim pak vaj. Mandej shtojmë 2 qepë mesatare, të cilët i kemi prirë emët. Pra 2 deri në 3 qepë mesatare na nevojiten për të përgatitur edhe recetën për sot. Do të presim për 3-4 minuta derisa qepa të filloj pak të zbutet, për të vazhdu edhe për të shtuar edhe përbërësit e tjerë për të përgatitur sarma me gjethe rrushe. Një recetë që pëlqehet nga unë, sepse vërtet bëhen shumë të mira. Pasi qepa fillon të zbutet, shtojmë edhe mishen, edhe për ta përgatitur këtë recetë unë po përdori 500 gram mish të bluar. Mandej shtojmë orizin, edhe për këtë recetë do të përdorim dikota me orez. Orizin e kam pastru edhe e kam lënë që të kullohet. Vazhdojmë, shtojmë një lugë të gjellës veget, një lugë të mesme kryp, një lugë të mesme biber të zi, një lugë të mesme me biber të kuq, edhe pak majdanos të thatë. Mandej shtojmë edhe 2 lugë të gjellës me pure domate, në qoftë se dëshironi. Pastaj të gjithë përbërësit vazhdojmë edhe i përzim mirë me lugë, duke i kavërdisur për 2 deri në 3 minuta, pra që orizi të filloj të kavërdiset mirë. Jo dhe shumë, pra për 2-3 minuta. Pasi orizin e kemi gati, marrim gjethet e rrushit. Fillimisht i pastrojmë me ujë të vluar. Marrim gjethet edhe vazhdojmë mbështjelljen e sarmave. Nëse sarmat i mbështjellni në këtë formë, besoni që kanë me ju dalë tepër të mira, pra në formë. Shikoni videon për ta kuptuar edhe se si mbështjellim më lehtë sarmat. Shtojmë nga orizi edhe palosjen e sarmave, mbështjelljen e bajmë në këtë formë që po e shikoni këtu. Po e vrini që e kemi shtruar një kese frize, edhe tash në këtë mënyrë ju japim formë sarmave. Është një nga metodat më të lehta për të përgatitur sarma, edhe të gjitha sarmat ju dalin në formën e njëjtë. Pra një mënyrë tepër e lehtë, nëse i bani kështu, mund t'i mbushni edhe më pak ose më shumë, tash varet sa doni me i bë të trasha. Shikoni pra videon se sa lehtë është me përgatit sarma në këtë mënyrë. Pra të gjitha bëhen edhe të holla, edhe mbështjelljen shumë kollaj, gjatë zierjes nuk ju çelen as pak. Shikoni se sa të mira që bëhen. Pasi të përfundojmë, tash të gjitha marrim edhe i rendisim në tepsi. E mandej vazhdojmë edhe bëjmë zierjen e sarmave. Pra për recetën e sotit po e vrini që unë kam vendos me përgatit sarma, vërtet ja vlen me provu për mysafir kur thirrni ose për vete. Edhe shikoni tash të gjitha i rendisim afër njëri tjetrit, edhe në fund shtojmë ujin. Tek uji unë kam shtuar edhe një lugë të mesme me kryp. Tash i mbulojmë mirë edhe i vendosim që të zihen. Zakonisht sarmat duhet të zihen në temperaturë mesatare, ngadal, mos ju humbet forma gjatë zierjes. Pastaj krejt në fund, pas ndoshta 40 minutave, do t'i shikoni a janë zier ose jo. Nëse ju shterret uji, mund t'i shtoni nga pak ujë pa problem, derisa të zihen mirë. Mos i largoni pra derisa të zihen sarmat mjaftueshëm. Kur sarmat të jenë gati, atëherë ne mund të vazhdojmë edhe t'i servojmë. Po e vreni pra pas zierjes, nuk ju humbet forma.
Po vazhdojmë me përgatitë edhe mishin pra për një iftar më të sheshëm edhe sidomos kur kemi mysafir. Tash po vazhdojmë po bëjmë marinimin e kofshave të pulës. Dhe vazhdojmë shtojmë pak biber të zi, mirë po gjithmonë vetëm pak, hudhër gjithashtu, vetëm pak sa për t'i dhënë atë shijen, kryp nga pak, edhe gjithashtu nga pak veget ose melmesa, edhe vaj, si dhe gjithashtu ju shtojmë edhe pak biber të kuq, sepse kështu e marrin edhe ngjyrën më të mirë gjatë fërgimet. Pastaj do t'i rrotullojmë edhe nga ana tjetër, edhe nga ana tjetër do t'i marinojmë në të njëjtën mënyrë. Pra e rrotullojmë nga ana tjetër, edhe vazhdojmë edhe i marinojmë. Pak biber të kuq, pak veget, pak kryp, hudhër biber të zi, edhe pak vaj, krejt në fund, kështu pra i përgatisim edhe kofshat e pulës. Kilo i mishit bëhet tepër i mirë edhe i shishëm, nuk e di nëse e keni provuar me përgatit në këtë mënyrë, vërtet ja vlen sepse do ju shijoj shumë. Unë vazhdoj kështu me krejt kofshat që i kam këtu e që kam vendos me i përgatit për recetën e sotit. Mundeni pra këtë recetë ta përgatesni për mysafir ose për veti, ja vlen sepse bëhet tepër e shishme. Pasi që mishin e kena gati, pastaj mund ta leni në frigorifer e më vonë të vazhdojmë edhe të fërgojmë. Shtojmë në një tigan pak vaj, edhe prisim që vaji pak të nxehet, mandej vazhdojmë edhe i vendosim edhe kofshat e pulës për t'i fërguar. Po e shikoni që kofshat e pulës pra janë kështu, mund t'i gjeni të gatshme dhe kështu më lehtë e keni me përgatitë recetën. Vazhdojmë edhe i fërgojmë mirë, fillimisht nga njëra anë, pastaj i rrotullojmë nga ana tjetër, pra kështu vazhdojmë duke i rrotullu derisa të fërgohet mishi mirë, mandej do t'i mbulojmë gjatë fërgimit, pra mos përkasin shumë, por ju them se kilo i mishit është tepër i sheshëm. Me letër përpjekje, i mbulojmë edhe i lajmë kështu derisa mishi të pjeket mjaftueshëm. Kur mishi është pjekë dhe është skuq, ka marrë këtë ngjyrën kështu, kaq të bukur, atëherë mishin e kemi gati. Edhe tash e largojmë anash për të vazhduar edhe për të përgatitur edhe mishin që na ka mbetur. Ka një aromë shumë të mirë, vërtet ja vlen t'i provoni, sepse bëhen shumë të mira. Tash po vazhdojmë edhe me pjesët e tjera që kanë mbetur. Për iftarin e sotshëm kam vendosur me përgatit edhe bukë në tigan. Për të përgatitur brumin ju nevojiten 200 ml ujë të ngrohur, 200 ml qumësht i ngrohur, 20 gram maja buke, një lugë të mesme sheqer, miell edhe një lugë të mesme me kryp. Brumin e kam lënë që të pushoj mirë derisa është dyfishu. E pasi që brumi është dyfishu, tash vazhdojmë edhe e ndajmë në pjesë të barabarta. Gjithsej nga ky brum kam vendos me nda 12 kuleç. Kjo recetë e bukës që po e përgatit sot bëhet shumë e shishme. Ja vlen me provu. Provone sepse tepër ka shije të mirë. Pasi brumin e kemi nda në pjesë të barabarta, vazhdojmë edhe formojmë kuleçt. Edhe po e shikoni që kuleçt po i lajmë anash. E mandej vazhdojmë edhe i hollojmë, duke i qelur deri në një mallësi si këtu që mund ta shikoni në video. Pra ju hedhni miell që mos t'ju ngjiten e mandej i hollojmë kështu në këtë mënyrë. I lam anash. Në qovë se ju ngjiten mund t'i shtoni nga pak miell, pa problem. Edhe i lajmë anash e pastaj pasi të përfundojmë me të gjithë kuleçt, do të vazhdojmë edhe t'i fërgojmë
edhe të shohim se sa të mira dhe sa të shishme bëhen për iftar tepër të shishme. Po e vrini që këto veç i kena gati, me njëherë vazhdojmë në tigan për t'i fërguar. Gjatë fërgimit këto vetë fryhen kështu, po e shikoni, edhe pjeken, mundohemi që t'i pjekim në të gjitha anët, derisa të marrin një ngjyrë pra të skuqen, sepse këto janë të holla edhe pjeken shumë kollaj. E po tash po vazhdojmë pra edhe po i shtojmë edhe pjesët tjera të bukës në tigan. Shikoni sa të mira të bëhen, kanë një aromë tepër të mirë. Mos harroj t'ju them që në tigan nuk do hedhim vaj as pak, pra vetëm se e nxehim tiganin, i shtojmë këto bukën e përgatitur, edhe shikoni kjo se si fryhet me njëherë. Pra fillon të fryhet edhe ne vetëm se duhet ta rrotullojmë her nga njëra anë, her nga ana tjetër, dhe ju them se kjo recetë ja vlen të provohet, sidomos tash për iftar, një recetë e shishme për familjen. Pasi që kena përfundu me krejt recetat, tash na mbetet vetëm se t'i servojmë në pjatë. Edhe sarmat i kemi gati, pra ju shtoj mbi kos, kështu mua më pëlqen kjo recetë. Shtoni kos 2 deri në 3 lugë të gjellës, mandej pak gjalp, e kam lanë që të nxehet edhe kam shtuar një lugë të mesme biber të kuq. E shtojmë kështu, shtojmë edhe mishin, po e vreni se sa i mirë është. Besoni që edhe shijon shumë. Provoni këtë recetë, mos e lëni. Edhe në fund pak feta të portokallit. Pra miq të dashur, kjo ishte edhe receta që kishim përgatitur për një iftar të mirë të sheshëm që ja vlen të provohet. Vazhdojmë shtojmë edhe pak supë, edhe gjithçka e kemi gati. Zoti ju pranoft të gjitha lutjet në kohën e iftarit. Shpresojmë që do të takohemi edhe shumë iftare të tjera. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.